Misioni OSBE-s në Kosovë ka riafirmuar mbështetjen për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në një reagim, OSBE-ja ka theksuar se vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen dhe të zbatohen plotësisht pa ndikuar apo ndërhyrë në mënyrë të panevojshme në punën e saj. Vlerëson se pavarësia e institucioneve gjyqësore përbën një kurthemel të shoqërisë demokratike. Misioni vëren me shqetësim deklaratat e fundit publike dhe iniciativat që drejt për drejt apo tërthorazi synojnë të sfidojnë ose diskreditojnë autoritetin e gjykatës kushtetuese, përpjeket për të politizuar punën e gjykatës dhe të sistemit gjyqësor në përgjithësi e dëmtojnë besimin e publikut në institucionet e Kosovës. Misioni bën thirrje të gjithë aktorëve politik që të mbështesin konstituimin e kuvendit në përputhje me kornizën ligjore dhe me vendimet e gjykatës kushtetuese. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë ngushtë me kuvendin dhe me deputetët e tij, pasi ai të jetë konstituar plotësisht. Avokati i popullit në një tryezë ka thënë se mungesa e konstituimit të kuvendit është sfidë për funksionimin e institucioneve. Institucionet e pavarura gjithmonë sfidohen në situata krizash, tensionesh dhe situata jo të zakonta. Së fundmi, sfidën më të madhe kemi mungesën e vullnetit politik për konstituimin e kuvendit të Kosovës dhe zgjedhjen dhe konstruimin e qeverisë dhe institucioneve tjera që funksionojnë pas zgjedhjeve. Të martën gjykata kushtetuese vendosi se kuvendi i Kosovës nuk është i konstituar dhe se duhet të zgjedhet një nënkryetar nga radhët e komunitetit serb. Deputetëve u është dhënë afat prej 12 ditësh pas publikimit të aktgjykimit për ta konstituar kuvendin. Ky vendim u mor pas ankesës së paraqitur nga lista serbe.